Përshëndetje të gjithëve. Jam jashtëzakonisht i emocionuar të ndaj me ju të gjithë informacionin jetësor në lidhje me metaformë të jashtëzakonshëm, një mundësi vërtet unike për transformim personal. Por, para se të zhytemi në këtë univers mundësish, dua të theksoj dy paralajmërime thelbësore që meritojnë vëmendjen tuaj të plotë. Së pari, kur merrni në konsiderat blerjen e metaformë, është thelbësore që ta zgjidhni me kujdes faqen e internetit nga e cila blini. Vetëm faqja zyrtare e internetit ofron produktin origjinal. Për t'ju ndihmuar, kam lënë lidhjen për faqen zyrtare të internetit në përshkrimin poshtë këtij videoje. Pas një sër testesh rigoroze laboratorike, shkencëtarët kanë identifikuar një formulë unike natyrale, të mbushur me përbërës të përqendruar që stimulojnë trupin tuaj të djegë dhjamin në vend të karbohidrateve. Përgatituni për një revolucion të vërtet në jetën tuaj, sepse ky produkt është çelësi për arritjen e qëllimeve tuaja shpejt dhe në mënyrë efektive. Megjithatë, është thelbësore të kuptoni se çdo trup reagon ndryshe. Prandaj, jini realist në lidhje me trajtimin dhe pritjet. Konsistenca është mënyra për ta çliruar metaformën në potencialin e tij maksimal. Mos humbni kohë, merrni një vendim tani dhe angazhohuni ta përvetësoni këtë sekret të fuqishëm në rutinën tuaj të përditshme. Je vetëm disa hapa larg arritjes së versionit më të pabesueshëm të vetes. Një pikë tjetër thelbësore për t'u theksuar është se metaforma është plotësisht natyral dhe nuk ka efekte anësore. Shijoni përfitimet e tij pa asnjë shqetësim, pasi siguria e tij është e garantuar, pasi ka transformuar tashmë jetën e mirë a njerëzve. Shkurt, dua të theksoj rëndësinë e zgjedhjes me mençuri të faqes së internetit nga e cila blini. Përfitoni nga kjo mundësi unike për transformim dhe bëni një hap drejt suksesit. Shpresoj sinqerisht që kjo video të ketë ofruar informacion të vlefshëm dhe që metaformë të sjellë përfitime të panumërta. Mos hezitoni më, ky është shansi juaj. Ju uroj gjithë fatin e botës në udhëtimin tuaj drejt humbjes së peshës.